Pra ai ka dhënë një deklaratë edhe për një rrjet televiziv amerikan, ku ajo çfarë bie në sy dhe çfarë ka bërë publike, pra që mund të detektojmë deri diku që mund të kuptojmë, është shpreha e tij kur thotë që ukrainasit kanë një dritare tashmë. Në rast se nuk e kapin këtë dritare të ofruar nga rusët, atëherë bëhet llaf që rusët jo vetëm të marrin këto territore që kanë, pra këto që kanë marrë, por mund edhe të zgjerohen. Pra kjo do të thotë që rusët mund marrin edhe Odesën nesër, edhe Kharkivin edhe Sumin. Pra është lënë një hapësirë kohe, domethënë që këto negociata, kjo do të thotë e para që këto negociata nuk do të jenë pafundme, pra kanë një hapësirë kohe dhe deri në këtë hapësirë kohe palët duhet vendosin, pra duhet pranojnë ose jo të lloj armëpushimi dhe të përcaktojnë edhe llojin e armëpushimit, si të gjitha specifikimet teknike që duhen në këtë armëpushim. Dhe domethënë që rusët janë ata cilët aktualisht duket po e drejtojnë këto. Pra, fakti që Witkoff thotë që kanë një dritare, domethënë që janë rusët ata cilët i kanë përcaktuar, pra ajo që thoshte Trump që rusët i kanë gjitha kartat dhe janë ata cilët tashmë përcaktojnë. Dhe rusët kanë vendosur afate, kanë vendosur kushte, kanë vendosur që në rast se nuk i pranojnë këto, atëherë vazhdojmë luftën dhe kjo do të sjellë humbje territoriale të reja. Ajo që unë pash Corriere della Sera, në fakt regjia duhet ta kem aty atë hartën e Corriere della Seras që u publikua para 2 ditëve, që nëse Ukraina do t'i refuzojë këto që quhen dakordsitë për paqe, Rusia do të vazhdojë më tej. Dhe kjo është pak a shumë harta që mendohet, besoj që ajo pjesa me viza duhet të jetë ajo. Po, ajo që mund të merret. Këto pjesët këtu do të pretendojë Novorossija. Gjithë kjo është Novorossija. Po. Do të kemi që parasysh. Pra, Odesën, Nikolaevin, këto pjesën këtu. Këto që janë pa viza, këto janë pjesët që kanë marrë me referendum. Me kushtetut. Me kushtetut, kanë futur në kushtetut. Kjo vija e kuqe është vija e frontit. Pra, kjo vija e kuqe është vija e frontit. Vija e frontit. Aktualisht vija e frontit. Këto janë territore që përbëjnë pjesë asaj Novorossisë. Po, Novorossija. Dhe që nesër, në rast se do të vazhdojnë luftimet, këto mund të kalojnë brenda pa ti marrin në kontrollin e vet Rusia. Në këtë pikë normalisht përfshihet edhe Odesa, edhe Nikolaevi. Pra, ajo pjesa me viza aty është ajo që pjesa me viza aktualisht nuk është e Ukrainës totalisht, po në rast se do të vazhdojnë luftimet, pra në rast se palët nuk do të merren vesh për një armëpushim dhe për sa kohë do zgjasë ky armëpushimi, pra në rast se do të vazhdojnë luftimet tashmë ose më mbrapa, rusët normalisht të marrin këto territore. Edhe Odesën edhe këto. Po. Çka do pastaj do ta kthente thjesht do të merrte, nuk do të merrte gjysmën e Ukrainës, po do të merrte pjesën më kryesore të Ukrainës. Do të kemi që parasysh që pjesa Nikolaevi, ajo që quhet Dnipro, pra që është Dnipropetrovski, Odesa dhe Kharkiv janë qytetet më të industrializuara të Ukrainës, pra pjesa më e madhe e industrisë ukrainase janë vendosur në këtë territor. Pjesa tjetër nuk ka pikë rëndësie. Ka pjesa tjetër rëndësi, por nuk ka këtë rëndësi që ka pa këto territore nuk merr Ukraina këtë rëndësi. Këto janë rajonet më të zhvilluara të Ukrainës dhe janë rajonet edhe më të në aspektin e zhvillimit të tokave, pra këte i mbillen në Gruri, këte i mbillet Misri, këte janë tokat më pjellore. Dhe kjo është zona që prodhonte gjatë gjithë kohës në Ukrainë, pra që prodhonte komplet pjesa tjetër, por pjesa më e madhe është kjo zonë. Megjithatë, mbetet për të parë se edhe në rast se do të merret, nuk është se do të kemi gjë që aty ku po zhvillojnë luftime, pra të gjitha llojet e predhave, të gjitha llojet e artillerisë, të gjitha llojet e municioneve, ajo tokë është kontaminuar, pra për një farë kohe të gjatë. Dhe çfarë do të prodhimi që dalë prej asaj, për një periudhë 10 vjeçare do të jetë prodhimi kontaminuar dhe i rrezikshëm, i cili varet se ku do të shitet nesër. Pra dritan për rusët, domethënë rusët do të vazhdojnë, po vazhdojnë goditjet me dron. Luftimet kanë vazhduar, pra nuk kam ndërprerje asnjë moment. Unë kam thënë se aktiva dhe sërish dhe këto në të gjitha llojet e luftave që kanë ndodhur më pas, nuk është se do të kemi një ndërprerje të luftimeve për shkak se po merrem se po ulemi në bisedime. Pra deri në momentin që palët do të firmosin një dokument, deri në momentin që do të hidhet firma në atë dokument, deri në atë moment do të ketë luftime. Dhe zakonisht edhe kur bëhen armëpushimet, përcaktohet që për shembull gjithnjë përcaktohet orari i fundit, pra që sot, mbas mesit natës sot, nuk ka më, do të ketë më shkëmbim luftimesh. Dhe kështu do të vazhdoj, pra do të ketë luftime të ashpra nga të dyja palët. Të dyja palët do duan të tregojnë aktualisht Ukraina se unë mendoj që
ka një interes për të arritur një armëpushim, për arsye se duhet të riorganizojnë vetveten, për arsye se kanë interes të bëjnë një, po tentojnë të organizojnë gjatë kësaj vere një kundërsulm të ri për treguar që shiko, ushtria e Ukrainës ka kapacitete, ka mundësira për të bërë dhe do ju duhej një armëpushim i tillë. Megjithatë duhet parë, sepse edhe kërkesa e Rusisë që thotë që ndalimi i armatimit, pra okej, amerikanët mund bien dakord të ndalojnë armatimin, po evropianët nuk bien dakord të ndalojnë armatimin. Atëherë nuk ka kuptim, pra. Njëra palë jep, njëra palë sjep. Prandaj them që varet se sa është fuqia dhe këtu të gjitha palët, problemi është që është e vërtetë që rusët kanë kartat e tyre në raport me Ukrainën dhe në raport me terrenin, luftë. Po. Por cila është karta që amerikanët kanë ndaj evropianëve, sepse nuk po bëhet llaftë më për të detyruar rusët. Pra rusët janë ata cilët kanë vendosur kushte. Pra nuk i detyron dot më kush, kjo dihet, por në aspektin në anën perëndimore kemi të ndarë. Pra evropianët dhe amerikanët. Dhe cilat janë kartat që amerikanët kanë për të përdorur ndaj evropianëve për të detyruar ata që të pranojnë një armëpushim dhe që të mos e thyejnë atë. Pra këtu është gjithë problemi. Pra problemi politik, përplasja politike është midis Amerikës dhe Evropës në këtë rast, dhe jo midis Amerikës dhe Rusisë në këtë rast. Ndërkohë do ketë takim me ndërkohë ajo që më bëri përshtypje është një foto, nuk e di, Janisa në fakt regjisë, është një foto e Zelenskit, i cili ka dalë me Kremlinin e djegur. Nuk e di regjia se Janisa. Okej. Domethënë, çka si ta lexojmë këtë mesazh? Është ajo ideja e gjithnjë që kanë ardhur për shkatërrimin e Rusisë. Pra, Kremlini i djegur do të thonë që e kanë pushtuar, e kanë shkatërruar Rusinë, e kanë bërë copës dhe kanë marrë edhe Kremlinin. Po kjo vjen pasi po goditen rafinerit, po goditen baza ushtarake me dronë. Absolutisht, dakord, të goditjet do të vazhdojnë. Kremlini është diçka tjetër, bazat ushtarake këta godasin është komplet diçka tjetër. Rafinerit, objektivat e energjisë janë komplet diçka tjetër. Pra, janë të ndara, por çështja e Kremlinit të djegur, pra, çështja e Kremlinit të djegur është ëndra shekullore e evropianëve. Evropianët këtë ëndër kanë pasur gjithnjë, ta djegin Kremlinin, kanë tentuar disa herë dhe disa herë kanë dështuar, pra kanë arritur deri në Moskë, por nuk kanë arritur ta marrin. Kanë humbur gjitha betejat në këtë aspekt. Dhe kjo tregon qartësisht që Zelenski nuk do të heqë dorë. Pra kjo tregon që pavarësisht bisedimeve që ne po bëjmë, ne nuk kemi pranuar asnjë lloj paqe. Pra do të pranojmë sa për të riorganizuar dhe sërish do të vazhdojmë. Pra dhe kjo do të thotë që rusët mos pranojnë asnjë lloj nënshkrimi, asnjë lloj, pra do të vazhdojë lufta. Dhe në këtë aspekt unë e them se Zelenskit normalisht i intereson lufta dhe nuk i intereson armëpushimi. Aktualisht edhe më mbrapa, për arsye shumë të thjeshtë. Në rast se do arrijmë një armëpushim me zëm 30 ditor dhe ky armëpushim do të qëndrojë, atëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës do thonë që okay, ta shtym këtë armëpushim edhe për 6 muaj ose edhe për 1 vit. Në momentin që do shtyhet ky armëpushim edhe për 6 muaj, automatikisht atëherë duke qenë se ti s'ke më luftime, dhe Zelenski nuk mund të mbrohet më dhe të fshihet mbas fjalisë që nuk bëjmë dot zgjedhje se jemi në luftë. Po, do futet. Pra në momentin që ti do bësh zgjedhje. Dhe në rast se pjesë e këtyre kushteve që do të firmosen ose që palët do të bien dakord për çështjet në këto negociata për këtë armëpushim, do të jenë edhe mos riorganizimi, pra domethënë nuk do të ketë më riorganizim të forcave ushtarake ukrainase. Atëherë i bie që nuk do të ketë mobilizim dhe Ukraina nuk mund të bëjë mobilizim të detyruar. Pra do të thotë të gjithë ata njerëz të cilët sot janë fshehur në Ukrainë, që fshehen që mos t'i kapi ushtria dhe çoj, nesër ato do dalin dhe do votojnë. Dhe kujt mendoni se do japin votën? Zelenskit apo një kandidat tjetër i cili do premtojë që do bëjnë paqe? Normalisht do japin atij tjetër, sepse sot po fshehen për mos vajtur në këtë luftë. Po familjarët e tyre këtë do votojnë. Pra, Zelenski pavarësisht asaj që Zelenski deklaron, sepse ai kontrollon gjitha media tashmë, është bërë një diktaturë e paparë në Ukrainë dhe deklaron që ky ka mbështetjen. Por realiteti është që për sa kohë kemi njerëz që fshihen, për sa kohë kemi familjar që fshehin familjarët e tyre, gra, pra që fshehin fëmijët, djemt dhe burrat, domethënë që ky zotëria nuk ka mbështetje. Pra është një logjikë e thjeshtë. Në rast se ne do të kishim në zyrat e rekrutimit të rradh për të vajtur, atëherë do thoshim që mbështetja e këtij s'ka nevojë të bëjmë zgjedhje se ky pas ka mbështetje, vëlla se shive sa është rradha. Po në kohën që vetë autoritetet ukrainase deklarojnë që
Pra, vetëm në këtë janar, prokuroria e Ukrainës, prokuroria ushtarake ka deklaruar se ka ngritur 44.000 akuza për dezertim. Ndaj qytetarëve Ndaj qytetarëve të vet, që kanë dezertuar, i kanë marrë dhe kanë dezertuar nga radhët. Ndërsa të tjerë që janë pa paraqitur, pra sot mungojnë diku rreth 200 e ca mijë që mungojnë në apelin e forcave të armatosura. Pra, në këto fletëthirrjet. Pra, kjo do thotë që këta njerëz nesër nuk do votojnë Zelenskin. Dhe Zelenski i vet pushteti. Dhe gjithçka është diçka që po diskutohet. Ndërkohë Financial Times dritan thotë që përveç resurseve, Trumpi kërkon që t'i marri Ukrainës gjithashtu edhe impjantet bërthamore. Shtetet e Bashkuara mund të propozojnë t'i transferojnë Ukrainës, t'i transformojnë, domethënë ato impjantet bërthamore të Ukrainës në kontrollin e tyre si një kusht i ri për sa i përket marrëveshjes së resurseve që kanë, siç është ai i mineraleve. Si e vlerëson këtë pse kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të bëhen, le të themi, pronar të impjanteve bërthamore të Ukrainës? Unë e shoh pak skeptik në këtë aspekt për arsye se duhet, siç thash, cila është garancia që këta ju japin rusëve që edhe sistemet e tyre të energjisë, pra juve thatë që pak të rafinerit nuk do të sulmohen. Pra, në rast se amerikanët marrin impjantet bërthamore të Ukrainës që prodhojnë energji elektrike për Ukrainën. Po. Dhe marrin gjithë termocentralet, se nuk bëhet vetëm për impjantet bërthamore, bëhet për gjitha termocentralet, hidrocentralet, gjithë ato që prodhojnë energji elektrike. Të kalojnë nën kontrollin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. E para, se amerikanët duan të kenë kontroll total mbi to, dhe ato janë burim energjie, dhe është burimi i energjisë, është ekonomi, dhe është baza kryesore. E dyta, në rastin që merren nga Shteti Bashkuar të Amerikës, atëherë ato nuk do të jenë më objekt goditjes nga forcat ruse. Pra automatikisht dalin jashtë objektit të goditjes nga forcat ruse, sepse ndodhen nën kontrollin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nën pronësinë e tyre. Por, kemi një problem tjetër. Aktualisht, pse është goditur komplet rrjeti energjetik në Ukrainë? Është goditur për të penguar forcat ukrainase, për të ulur kapacitetet e tyre të prodhimit të dronëve, të prodhimit të armëve, të prodhimit që i kanë nëpër punishte të vogla, sepse përdoret kjo energji elektrike. Pra nuk është problemi goditja e energjisë elektrike, nuk është bërë për të ndaluar energjinë elektrike që qytetarët për të lënë pa energji. Është bërë për të penguar industrinë ushtarake, prodhimin e dronëve. Jo vetëm prodhimin e dronëve, çdo lloj industrie ushtarake, edhe për riparimin e mjeteve, edhe për riparimin e çdo lloj arme, për riparimin e çdo lloj sistemi që duhet riparuar, duhet energji elektrike. Pra në rast se ti është katror energji elektrike, nuk i heq atij mundësinë për të kryer riparimet në kohë dhe si duhet. Dhe kjo pengon në front. Po, absolutisht. Pra, është dhe në momentin që amerikanët e marrin këtë, pra, si kush ta kontrollojnë këtë energji elektrike? Sepse rusët kanë goditur për këtë arsye, që mos të shkojnë në industrinë ushtarake. Amerikanët e marrin, kjo nuk goditet kur e marrin amerikanët, atëherë po amerikanët garantojnë që s'do të çojnë për industrinë ushtarake dhe të rritën kapacitet. Pra, po kjo mos është garanci për rusët. Nuk mendoj që është garanci. Nuk mendoj që është garanci për rusët, sepse po në rast se ukrainasit sulmojnë, pra, e dorëzojnë të amerikanëve, normalisht. Por kjo ukrainasit është garanci, sepse në rast se ja japin amerikanëve, garantojnë që nuk bombardohet nga rusët. Po, kjo do ishte mirë për Ukrainën. Absolutisht. Në moment që ukrainasit në këtë moment sulmojnë objektet energjetike të Rusisë, Rusia nuk mund t'i sulmojë. Pra, çfarë do të ndodhi? A do të prishet marrëveshja? A do të hyjnë luftë amerikanët sepse rusët nesër mund të sulmojnë se ju keni prishur? Pra, çfarë do ndodhi? Prandaj po them që janë marrëveshje teknike dhe shumë problematike, me shumë labirinthe, që unë e shoh të pamundur që do arrin në këtë gjendje që është sot lufta, do arrin në një moment caktuar të arrin një marrëveshje të pastër dhe të qartë. Po, diskutohet demarkacion, diskutohen minerale të rralla, diskutohen energji bërthamore, diskutohen territore. Tani çalloj marrëveshje po bëhet kjo dritan, se duket si marrëveshje biznesi më shumë se sa si marrëveshje ushtarake. Amerikanët po e shohin këtë si marrëveshje biznesi. Duhet t'i ndajmë gjërat. Amerikanët e kanë parë gjithnjë si biznes. Pra edhe administrata përpara Trumpit, e cila ishte nxitësja e luftës kryesore, nxitësja them sepse në 2022-shin, në prill 2022-shit u arrit një marrëveshje paqe në Stamboll. Në Stamboll, po. Dhe e prishën amerikanët dhe anglezët. Dhe ajo ishte marrëveshja e paqes më efektive dhe më e mirë që ukrainasët mund të arrinin ndonjëherë. Sepse në atë marrëveshje shkruhet që forcat ruse dilnin totalisht nga territori i Ukrainës.
Pra nuk cënoi integriteti territorial i Ukrainës. Dhe këtë e prishën administrata Biden bashkë me Boris Johnson, pra me administratën angleze. Amerikanët dhe anglezët e kanë parë gjithnjë këtë si biznes, sepse dhe e kanë pranuar më në fund që lufta aty është luftë proxy, pra luftë me porosi. Pra të përfitojmë, pra thjesht përfitojmë. Çfarë përfitojmë? Shkatërimin e Rusisë, përfitojmë shkatërimin ekonomik të Rusisë, përfitojmë shkatërimin ushtarak të Rusisë. Pra gjithçka të përfitojmë, le të përfitojmë ekonomikisht sepse industria jonë do të zhvillohet, do të shesi,